mund të jetë ndryshme ky që është aktualisht. Po shikoni, unë nuk dua të garantoj paraprakisht, ajo do të ishte sjellje diktatoriale. Nëse unë do ta dija se si sillet prokurori i ri, kjo nuk do të ishte në rregull. Unë flas për procesin, nuk folem për emra. Unë nuk e di që të sillet prokurori i ri. Veç unë po them që ky s'bën. Unë nuk po them ky duhet. 200 prokurori ka Kosova. Asnjëherë s'kam thënë se filani ose fistekia duhet të bëhen kryeprokuror. Veç unë po them që ky s'bën. Që ky që e ka lëshur Radojqiqin nuk bën. Ky ja ka heq urdhër arresti në Radojqiqit. Nuk bën ky mu bëu kryeprokuror. Edhe ai vetë din që s'bën. Është shumë interesant pse po insiston. Kush qëndron mbrapa atij personi që e shtyn të insiston, ose është aq iracional saqë pavarësisht se 3 krerë shtetëror publikisht janë deklaruar kundër tij, ai insiston të bëhet kryeprokuror. Kjo diçka thellësisht nuk është në rregull. Pra edhe një herë, unë nuk po them që unë kam njëri të preferuar për kryeprokuror. 199 tjerë janë, a ky po thot veç i 200 të duhet. E unë po them nuk duhet. As ti kryeministri s'ka thënë kur zoti Kurti që ka dikën të preferuar. E kanë zgjedhur dhe kanë vazhduar punën me to. Ama ju e kuptoni për shembull, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju e dini që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka qenë John Kennedy, ndërkaq udhëheqës i Departamentit Drejtësisë ka qenë vllau i tij, Bobby Kennedy. Pra prokuroria nuk është e pavarur realisht nga qeveria, edhe në plot vende evropiane. Gjyqësori është ai. Por tash ne kemi një situatë